Erdhë sot në këtë live shumë të veçantë do ta nisim me shpalljen e fituesit për giveaway që kam nxjerr përpara disa ditësh dhe këtë giveaway po e bëjmë për një vend për trajnimin online që nis në datën 11 qershor dhe do jemi bashkë për 6 javë rresht duke medituar me seanca të ndryshme, me teknika nga më të ndryshme ku përfshihen teknika somatike, teknika frymëmarrje, teknika të cilat ju ndihmojnë të çlironi emocionet, të hapni zemrën, të lironi mendimet negative nga mendja dhe gjëja më e rëndësishme, të riktheheni tek vetja juaj, në një botë e cila na merr vëmendjen nga të gjitha anët dhe sot do flas gjithashtu edhe për këtë temë, do flas se si të jetojmë në këtë botë njëkohësisht të lidhur me zemrën, si të jetojmë në këtë botë nga mendja jonë më e lartë, nga suprakoshënca. Sot do t'ju tregoj diçka me shumë rëndësi, sidomos për ne që punojmë çdo ditë me meditime, punojmë për të hapur zemrën, për të lidhur me suprakoshëncën, për të krijuar diçka shumë herë më të madhe nga ajo se çfarë të kanë thënë se është e mundur për ty. Sidomos për ty që ti çdo ditë faktikisht e kalon veten, te kalon programet e së kaluarës dhe kërkon të krijosh një jetë të re. Do t'ju tregoj sot si të jetojmë faktikisht me një këmbë në 5D, një këmbë në 3D. Si të jetojmë në këtë botë me zemrën e hapur, si të jetojmë në këtë botë nga një mendje më e lartë dhe rrjedhimisht të marrim ide, të marrim frymëzime, të lidhemi me intuitën. Po përpara se ta nisim, do flas pak për këtë giveaway që do bëjmë tani. Giveaway do ta bëjmë që në fillim do bëjmë giveaway, do shpallim fituesi për të gjithë ju që jeni futur tani. Fituesi është për trajnimin ton online, që është 6 javë dhe këtu punojmë me është një rrugtim. Unë kemi së bashku me Marvinin e kemi ndar faktikisht në 2 pjesë ku personat në 3 javët e para punojnë me shërimin nga e kaluara, shërimin nga lëndime, shërimin e fëmijës së brendshëm, shërim emocional. Pra është një shërim shumë i thellë nga ana biologjike. Është një transformim biologjik ku trupi fillon të pastrohet nga kimikatet e stresit dhe e mbushim trupin plot me ato kimikatet e gëzimit, të lumturisë, të mrekullisë. Dhe pasi kemi punuar 3 javë dhe nga teknika nga më të ndryshme, gjithmonë sillim gjëra të reja, edhe kësaj radhe do sillim gjëra të reja, do sillim gjithashtu edhe disa nga teknikat që ne përdorëm edhe në retreat. Kështu që 3 javët e parë do jenë një transformim i thellë biologjik dhe 3 javët e dyta, 3 javët e fundit, zakonisht ne e bëjmë gjithmonë kështu që duke qenë se personi ka arritur të ngrejë energjinë, ka arritur të çlirojë sistemin nervor, energjia është shumë herë më lartë, çdo informacion fillojnë ta kuptojnë ndryshe dhe atëherë ne fillojmë punojmë me manifestimin, fillojmë punojmë me krijimin e një jete të re, fillojmë me krijimin e një vizioni të ri për të ardhmen, e një vizioni se çfarë duan ata të ndërtojnë për të ardhmen e tyre dhe çdo person mund të marrë pjesë, kështu që kemi patur raste suksesi nga më të ndryshme në çdo fushë, sepse është diçka kur ti punon me veten, kur ti punon me zemrën, kur ti futesh thellë në zemrën tënde dhe liron veten nga të gjitha stresat e kufizimeve, iluzioneve, çdo gjë që të ka penguar, në momentin që të lidhesh me të vërtetën tënde, të gjitha rrugët hapen dhe mund të pyesësh a është për mua kjo, është për të gjithë, sepse në momentin që ti hap zemrën, lirohesh nga iluzionet, lirohesh nga bllokimet, lirohesh nga programet e së kaluarës dhe shëron lëndimet, atëherë të gjitha rrugët hapen, rrugët për përmirësim të marrëdhënieve, rrugët për manifestim të një karriere të re, rrugët për sukses në aspektin e karrierës, në bollëk, në liri financiare, hapen rrugët për liri emocionale dhe marrëdhënie, si e thash në fillim, më të thella me familjen, me bashkëshortin, me fëmijët. Shumë gjëra ndryshojnë në jetën e personave dhe gjëja më e bukur pastaj është që ata janë thellë të lidhur me veten e tyre, të lidhur me zemrën e tyre, po jo nga një aspekt egoistik, por nga një aspekt i thellë shpirtëror, i lidhjes së thellë me burimin, me zemrën, me dashurinë pa kushte. Dhe çdo gjë që bën nga dashuria. Çdo gjë që ti bën e nis nga dashuria. Dhe sot do flas gjithashtu edhe për këtë që shumica e njerëzve në botë nisen i bëjnë gjërat duke u nisur
nga fuqia, nga forca, i nisin gjërat nga forca, nga fuqia për të arritur të dashuria, për të marrë dashurinë e tjerëve, për të marrë dashurinë e familjarëve, bashortit, për të marrë aprovimin e shefit, e kolegëve, pra njerëzit nisen nga forca për të fituar dashurinë dhe është 99% e njerëzve në këtë botë. Dhe kjo është rruga më e gabuar sepse jo vetëm të lodh shumë shpejt, po njerëzit bllokojnë energjinë e tyre, mbyllin zemra është e mbyllur, nuk ke mundësi të shprehësh vetëm plotësisht, dhe kjo është ajo që ndodh pastaj me personin, është se lodhet në një farë pike dhe ose do të ndryshoj strategji, ose shumë njerëz pastaj kanë simptoma të ndryshme, angth, depresion, shfaqjen sëmundje të ndryshme. Po mënyra e dur, cila është rruga e dur dhe ajo që ne po bëjmë, rruga e shpirtit është që ti të bësh gjërat i nisur nga dashuria. Të nisesh nga dashuria, një dashuri pa kushte. Çdo gjë, çdo punë që bëje nga dashuria, çdo fjalë që lëshon nga goja lëshon nga dashuria, dashuri pa kushte, pa asnjë qëllim dytësor, pa menduar asnjë gjë, se çfarë do ndodh, çfarë do ndodh pastaj. Nise nga dashuria. Bëje për dashurin pa kushte. Bëje për burimin, bëje për Zotin, bëje për zemrën tënde, për veten tënde. Dhe në momentin që ti jeton në këtë formë, ti do arrish tek fuqia. Ti do arrish tek fuqia, ta siguroj. Do arrish tek një fuqi, do fillosh, njerëzit fillon të t'japin aprovim, fillon liri financiare, fillon sukses në karrierë, fillon projekte të hapen, dyer të hapen, bashkëpunime krijohen, pastaj është diçka tjetër. Është diçka tjetër që transformohet, është pikërisht kjo që ti thesari më i madh, është mënyra se si ti jeton brenda vetes tënde. Thesari më i madh është pikërisht që ti jeton i lirë brenda vetes tënde. Dhe ajo që do flasim sot në këtë live është liria nga mendja. Liri nga mendja, për secilin nga ju dua të jeni të lirë nga mendja. Nuk e keni iden se çfarë dhurate është për një person që ai të lirohet nga mendja. Se çfarë dhurate i bën vetes tënde që ti lirohesh nga mendja, sepse do t'ju tregoj sot mendja analitike. Mendja analitike ka të çon sa nga një anë te tjetra, po do ju flas më vonë. Tani do zgjedhin fituesin. Tani në këtë moment do ta kaloj kamerën tek ekrani. Mirë mbrëma të gjithëve, do ta kaloj kamerën tani tek ekrani në mënyrë të tillë që të bëjmë përzgjedhjen e fituesit. Një moment. Okay. Atëre jemi këtu, do përzgjedhim fituesin. Fituesin e trajnimit online 6 javor, nis në 11 qershor. Atëre Dimensions. Dhe shtypim confirm. Atëre filloj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ina Teroli, urime, më gëzon shumë, urime Ina, e fitoj Ina, nuk e dini qofse je këtu, live. Ina, urime, më gëzon shumë, fitoj Ina Teroli, do ta lajmëroj edhe në story, që Ina fitoj. Më shkruaj në mesazhe, ose do të shkruaj edhe unë, dhe mirë se të vish në rrugtimin ton 6 javor, ku do eksplorojmë mrekullin
mrekullin e zemrës, mrekullin e shpirtit, mrekullin e sistemit nervor, mrekullin e kësaj jete, sepse jeta ka mrekulli. Jeta ka mrekulli dhe kemi patur shumë kërkesa për trajnimin online. Mund të kontaktoni me stafin, do t'ju japin të gjitha informacionet me zi e pres. Atere, tani, dua t'ju flas pak. Ta mbyll edhe pak muzikën. Urime ina më gëzon shumë. Unë me zi e pres, gjithmonë me zi e pres të trajnimin online, çdo gjë që bëjmë bashkë me zi e pres, live-et, retreat-et, gjithçka që realizojmë bashkë, sepse është diçka përtej të zakonshmes, përtej asaj që njerëzit quajnë të zakonshme në këtë jetë. Është diçka e cila të lidh me zemrën, të lidh me shpirtin, të lidh me të mrekullueshme në kësaj jete, sepse jeta është një mrekulli. Jeta është një mrekulli, ti je një mrekulli, zemra jote, trupi jote është një mrekulli. Brenda teje aktualisht po ndodhin miliona procese kimike, biologjike, fiziologjike që ne as nuk jemi në dieni. Sa shumë mrekulli ndodhin brenda nesh. Dhe sot dua t'ju flas për këtë mrekulli. Shumë faleminderit, ka shumë pjesëmarrës nga trajnimet e më parshme dhe po thonë që urime se javlen ka marrë pjesë në shkurt. Më gëzon shumë. Kemi patur vërtet shumë rezultate. Është diçka e cila ajo që dua t'ju ofroj edhe në këto live që ne bëjmë, dua që të krijojmë një hapësirë të sigurt ku ti ndihesh i sigurt të hapësh zemrën, i sigurt të lirosh veten nga gjithçka që të ka ndodhur. Dhe këtë hapësirë përpiqem në forma të ndryshme ta krijoj, qoftë live ku jemi bashkë, qoftë në retreat kur jemi tek ditë bashkë, edhe në trajnimin online. Jemi 6 javë së bashku dhe në ato 6 javë personi përse ka kaq shumë transformim, sepse përveç së bashku me Marvinin, teknikave të cilat ne gjithmonë sillim teknika të reja edhe më të fuqishme që janë rezultat jo vetëm një eksperiencës personale, sepse vet kam shëruar veten kam patur ankth, depresion, kam patur sëmundje organike, kam patur 1 milion shqetësime të tjera. Jo vetëm kam shëruar veten, jo vetëm kam transformuar jetën time, po këtë e kam dhe nga eksperienca, 10 vite punë në këtë fushë dhe 5 vite këtu në Instagram, ku mira njerëz kanë ndryshuar jetën e tyre dhe gjithmonë unë e shoh së bashku me Marvinin, studiojmë se çfarë mund t'u ndihmojmë më shumë. Po gjëja më e rëndësishme është ata persona dhe gjejnë një hapësirë të sigurt ku nuk ka gjykim. Absolutisht ka një çlirim total nga gjykimi dhe dua që edhe në këto live që ne të bëjmë së bashku, këtë hapësirë që kemi këtu, lirohu komplet nga çdo lloj gjykimi, sepse liria nga gjykimi të çon tek pika zero. Liria nga gjykimi të çon tek pika zero dhe pika zero është ajo pikë qendrore në zemrën tënde, e cila e çliron mendjen nga pendulumi dhe do të tregoj sot se çfarë është pendulumi. Unë tani po e nis me pjesën e shpjegimit dhe në fund do bëjmë një meditim dhe në këtë meditim do t'ja shpjegoj shpjegimi sot është shumë i rëndësishëm sepse do kuptoni pastaj meditimin. Atëherë po i mbyll një moment komentet. Dhe dua t'ju tregoj pak të grafikun. Tregoj pak çfarë është ky grafiku. Ky është një pendulum. A keni parë ndonjëherë një pendulum? Një pendulum është diçka që valvitet sa në një anë te tjetra. Dhe
në këtë botë, në këtë jetë, ne përpiqemi të gjejmë të vërtetën. Përpiqemi të gjejmë të vërtetën. Kur kam qenë studente në Austri, aty kam studiuar shkenca mjekësore, aty kishte profesor nga e gjithë bota, ishte një universitet shumë i mirë privat për të cilin kanë fituar bursë, dhe ajo që më ka bërë përshtypje dhe më ka shoqëruar gjithë kohës, ka qenë një profesor, i cili ishte profesor i asociuar i Harvardit dhe profesor në Erasmus në Holland, vjen aty në Austri, kishte bashkëpunim gjithashtu dhe me atë universitetin, dhe gjatë shpjegimit thot, cila është gjëja më e rëndësishme? Cila është gjëja më e rëndësishme? Çfarë po kërkojmë ne në këtë botë? Çfarë po kërkojmë ne në këtë jetë? Dhe unë i thash, është e vërteta. Sepse unë kam qenë gjithmonë personi që flisja gjithë kohës. Bënte profesori një pyetje direkt përgjigja gati. E u thash, e vërteta. E vërteta, tha? Dhe aty pastaj filloi një fjalim i cili zgjati kaq shumë sa të gjithë nxënësit e tjerë thanë Artemis, çfarë na bëre? Dhe ka folur kaq gjatë për të vërtetën. E vërteta, tha, është një nga konceptet më të komplikuara, sepse atë nuk mund ta përcaktosh se çfarë është e vërteta. Ashtu si tha, unë nuk mund të them çfarë është e vërteta për ty, pas ti tha nuk mund ta thuash me siguri të plotë se cila është e vërteta për ty. Po për çfarë po flasim këtu? Për cilën të vërtet po flasim këtu? Dhe këtu po flasim për atë të vërtet të cilën mendja përpiqet ta gjejë. Mendja përpiqet ta analizoj këtë jetë. Kjo jetë është për te mendjes. Në qoftë se mendja jote, mendja, sistemi nervor, ajo mendja analitike, krahasuar me jetën, mendja analitike e cila ka aftësi të procesoj jo më shumë se nuk i proceson, shumica e njerëzve nuk procesojnë dot 3 gjëra njëkohësisht. Shumica e njerëzve kanë shumë të vështirë të procesojnë 2 gjëra njëkohësisht. Pjesa më e madhe procesojnë vetëm një gjë. Një gjë, pastaj një gjë, pastaj një gjë. Një pjesë shumë e rrallë e kanë këtë aftësi të procesojnë 2 gjëra në të njëjtën kohë dhe është pothuajse e pamundur të procesosh 3 gjëra në të njëjtën kohë. Është e pamundur të procesojë mendja 3 gjëra në të njëjtën kohë. Po çfarë ndodh në këtë botë? Në këtë jetë kaq të jashtëzakonshme, kaq të mrekullueshme, në të cilën ne jetojmë, në të cilën po ndodhin jo 3 gjëra njëkohësisht, po miliona gjëra njëkohësisht. Mira, ngjarje, procese, efekte njëkohësisht. Miliona njerëz po flasim njëri tjetrin këto çaste. Miliona njerëz po marrin triliona qeliza, po bëjnë procese nga më të ndryshmet. Në këtë çast që ne po flasim, po ndodhin jo miliona, as triliona, po shumë më shumë procese në të njëjtën kohë. Dhe mendja jon analitike, mendon se mund të analizoj këtë botë. Mendon se mund të gjej të vërtetën nga një pozicion kaq i vogël, ku mendon se mund të analizoj gjithçka. Ndërkohë që informacioni në botë, që mund ta nëse marrim informacionin që proceson subkonscienca jon, e cila përthith çdo informacion në këtë botë, është 40 milion bit për sekond. 40 milion bit për sekond. Ndërkohë, a e di se sa proceson mendja jon analitike? Mendja jon konsciente? Vetëm 15 bit për sekond. Krahasuar me 40 milion bit për sekond, që janë informacione,
gjithë kohës ndodhin procese, ngjarje, transformime, jo vetëm qelizore, jo vetëm brenda trupit ton, por rreth rrotullt nesh, gjithçka po ndodh, ndërkohë që ne po flasim dhe ne as nuk e kemi idenë se çfarë po ndodh. Ne as nuk e kemi idenë se çfarë ndodh, çfarë mrekullie ndodh brenda trupit ton, çfarë mrekullie ndodh rreth rrotullt. Ai di se nëse në ky planet është një mrekulli, sepse në qofte se raportet midis nitrateve në tokë, apo në ajër, raportet midis dioksidit të karbonit dhe oksigjenit, nuk do ishin në masën e duhur, sikur dhe përqindje të vogla të ndryshonin, jeta në tokë nuk do bëhej mundur. Sikur raportet të vogla të ndryshonin në këtë tokë, dhe jeta në këtë tokë është mrekulli. Është mrekulli. A është mrekulli e rastësisë? Absolutisht që jo. Që ka një krijues? Absolutisht që po. Për nuk është e mundur që gjithçka ka që mrekullueshme të krijohet me një precizion kaq të lartë. Po është një precizion i cili përfshin miliona dhe triliona procese në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë. Tani, çfarë ndodh me mendjen tonë analitike? Në këtë botë, që po ndodh kaq shumë. 40 milion bit informacion për sekond proceson në subkonsciencia jote. Subkonsciencia, ai di ti, që në qofte se në çastin që hap syt, momentin që hap syt, ti, mendja jote, subkonsciencia jote, proceson çdo gjë që ti shikon. Çdo objekt e dhoma, të gjitha ngjyrat, të gjitha format regjistrojnë aty. Në momentin që ti del, të gjitha ndërtesat, të gjithë njerëzit në rrugë, të gjithë ngjyrat rreth rrotullt teje procesojnë nga subkonsciencia. I gjithë informacioni regjistrohet në subkonsciencë, ndërkohë që ti ecën, 40 milion bits po regjistrohen brenda teje, moment pas momenti, çast pas çasti. Dhe ne jemi të ndërgjegjshëm vetëm për 15. Dhe nuk është asnjë përqind nuk është e realitetit. Ne shohim vetëm një përqindje shumë të vogël të realitetit. Ndërkohë që ecim, ne faktikisht regjistrojmë çdo gjë. Madje ne regjistrojmë dhe nëse ulesh në kafe, subkonsciencia jote regjistron të gjitha muhabetet që ndodhin aty në kafe, nëse arrin edhe frekuenca të vogla të kapen nga veshi. Të gjitha muhabetet. E ke vënë re ndonjëherë që nëse se ulesh në një kafe e cila ka shumë njerëz, në fillim je mirë, po e kalon mirë, pastaj sa më shumë të rish, aq më shumë rëndohesh. Përse ndodh ajo? Sepse subkonsciencia jote po proceson ndërkohë të gjitha muhabetet që po ndodhin aty. Të gjitha muhabetet që po ndodhin aty në kafe, nëse janë të mbi populluara dhe afër me ty, dhe gjithë shkarin ta procesoj subkonsciencia, pavarësisht nëse ti je i ndërgjegjshëm ose jo. Dhe ne, prandaj ne nuk e kemi idenë se çfarë po ndodh në subkonsciencën tonë. Ne nuk mund ta dim kur se çfarë drejton mendimet tona, se çfarë drejton zgjedhjet tona, se çfarë drejton thellë subkonsciencën tonë. Shumë njerëz përpiqen nga mendja analitike të analizojnë pafund. Përpiqen të analizojnë pafund. Ndonjëherë analizojnë kjo kështu. Dhe keni vënë re se si analiza nuk ka fund. Pse? Sepse mendja analitike nuk do mundet asnjëherë të zbuloj plotësisht ato që po ndodh në subkonsciencë. Po ka një zgjidhje, ka një shpëtim. Dhe kjo është arsyeja pse shumë njerëz janë në mendime negative, gjithë kohës ke mendime negative, gjithë kohës. Çfarë po ndodh faktikisht? Përse ke mendime negative dhe si mund të çlirosh veten nga këto mendime negative dhe si mund të jetosh jetën me zemër të hapur, të jetosh jetën nga një nivel më i lartë i ndërgjegjes, i supraconsciencës, si ta jetosh jetën nga zemra jote, plotësisht i lirë. Dhe kjo është ajo që dua për ju, lirim, dhe është e mundur, është plotësisht e mundur. Dhe prandaj, ky është pendulumi. Kjo është arsyeja, duke qenë se ne asnjëherë nuk e dim se çfarë ndodh në subkonsciencë. Mendja e vogël analitike, ajo që bën,
Karakteristika e saj është që përpiqet të analizojë diçka. Dhe nga lëndimet dhe traumat e së kaluarës, drejton vendimet, drejton mendimet dhe drejton çdo gjë në jetën e një personi. Por, mendja analitike ka një veçori. Ajo nuk rrit dot në një vend. Nuk rrit dot në një vend. Prandaj e ke vënë re që në qoftë ti për një situatë mund të kesh një mendim të caktuar. Një moment mund të thuash për një situatë, po, kjo situatë, në këtë situatë unë do veproj kështu, vendimin e kam marrë. Pastaj ndodhin disa gjëra, ti nuk e ke idenë se çfarë zgjojnë ato gjëra në subkonsciencën tënde dhe direkt mendja lëkundet dhe tak shkon në anën tjetër. Thotë, jo, në këtë situatë do veproj komplet ndryshe. Do bëj këtë. Po jam 100% i sigurt. Kjo është e vërteta ime. Jam plotësisht i sigurt. Këtë do bëj, ky është vendimi im. Dhe njerëzit rinë ndonjëherë gjithë natën duke osciluar, duke penduluar sa në një vendim tek tjetri, sa në një mendim tek tjetri. A keni vënë re ndonjëherë që ka shumë njerëz nisin një shoqëri, mendojnë shumë mirë për atë person. Ky person është fantastik, është jashtëzakonshëm, është kështu, është ashtu. Pastaj disa gjëra ndodhin, nuk e ke iden fare se çfarë ndodh në subkonsciencë, çfarë trazon aty, çfarë është regjistruar aty nga e kaluara. Dhe pa pritur mendon, jo, ky person është kështu, ka këtë, më ka bërë këtë. Mendja oscilon direkt në anën tjetër. Sa pozitive, negative, sa e bardhë dhe e zezë, sa në një anë në tjetrën. Mendja oscilon dhe njerëzit i lodh. Dhe nuk është vetëm çështja, nuk është vetëm liri nga mendimet negative. Pra, sot dua t'ju flas jo thjesht për liri nga mendimet negative, po sot dua t'ju flas për liri totale nga mendja. Liri nga oscilacioni, sepse një dhuratë akoma më e madhe që mund t'i bësh vetes, akoma më e madhe se liria nga mendimet negative, është liria nga oscilacionet. Sepse ato janë që faktikisht na mbajnë larg shpirtit tonë, na mbajnë larg zemrës tonë, na mbajnë larg burimit, larg potencialit tonë, larg zgjidhjes së vërtet, larg të vërtetës së vërtet. Dhe doja shpjegoj tani. Këtu kam bërë një grafik shumë të thjeshtë. Këtu kam vizatuar një mendje të vogël dhe një zemër të vogël, dhe një mendje të madhe dhe një zemër të madhe. Tani, kjo është mendja analitike. Kjo është mendja analitike. Dhe kjo është zemra e mbyllur. Mendja analitike, egoja, ajo thjesht pjesa koshente që është vetëm 5%, proceson vetëm 15 bit informacion për sekond, është shumë e kufizuar, oscilon gjatë gjithë kohës sa në një anë të tjetra, sa pozitive sa negative, gjithë natën duke menduar po të bëj këtë gjë, po të bëj atë gjë, po të bëj kështu, po të bëj ashtu. Nuk gjen zgjidhje asnjëherë, sepse zemra është e mbyllur. Dhe zemra është porta jo vetëm te subkonscienca. Zemra është porta, sepse ne taj 20 milion bit informacion për sekund që depërton brenda nesh, nuk kemi akses përveç se nëpërmjet zemrës. Nuk kemi akses tek informacioni i cili është në fushën kuantike, sepse rreth nesh është një fushë infinite informacioni, rreth nesh është një fushë infinite e cila ka informacione e gjithë krijimit, informacion për te kohës, për te hapësirës. Ne mund të lidhemi me një mendje më të lartë, e cila nuk oscilon, e cila nuk lëkundet, një mendje e pa lëkundshme. Ne mund të kemi lidhje me një mendje më të lartë, që është suprakonscienca, mendja më e lartë. Kemi lidhje me të vetëm nëpërmjet zemrës. Ne kemi lidhje me burimin vetëm nëpërmjet zemrës. Ne kemi lidhje me mrekullinë, me të mrekullueshme, me të jashtëzakonshme, me mistikën, me botën e cila nuk është e dukshme për persona që jetojnë një jetë ordinere, një jetë të zakonshme, një jetë e cila
jetohet në konkurrencë, duke shtypur tjerët, duke menduar negativ, duke gjykuar, duke drejtuar gishta, duke u fajsuar, duke u viktimizuar. Ajo derë është e mbyllur për ata persona. Ata persona janë gjithkohës në valët, në lëkundjet e mendjes, sa në një anë të tjetra. Po nuk gjendet zgjidhja aty. Dhe zgjidhja e vërtet. Dhe këtë nuk ja thot njeri. Këto që po ja u them unë sot, nuk ja thot njeri. Ky është grafiku që do ta mbash mend gjithë jetën tënde. Porta drejt lirisë absolute është zemra. Drejt lidhjes me suprakonsciencën, drejt lidhjes me fushën kuantike, nëse do të kesh lidhje me informacionin infinit të gjithë krijimit, është lidhja nëpërmjet zemrës. Dhe në qoftë se në momenti, sepse në qoftë se zemra është e mbyllur, dhe unë po flas, këto janë gjëra mistike, po vinë nga eksperienca, vinë dhe nga matja shkencore të vërtetuara. Dhe këto nuk ja u thot njeri. Janë teknika të cilat janë shumë të avancuara. Janë teknika të cilat faktikisht janë studiuar, ne kemi krijuar me Marvinin që të arrim rezultate edhe në shumë persona, jo vetëm të mos jenë rezultatet rastësore, por lidhja me zemrën, lidhja me suprakonsciencën, janë studiuar dhe edhe nga CIA, janë studiuar nga agjenci sekrete, janë studiuar nga institucione shumë të larta. Manifestimi është diçka e cila është zbatuar nga gjenit më të mëdhenj të gjitha kohërave. Manifestimi është diçka të cilën e zbatojnë biznesmenët më të mëdhenj, personazhet të cilat kanë arritur sukseset më të mëdha. Asnjëri nuk e thot. Të gjithë i zbatojnë këto teknika, sepse nuk mund të dalësh përtej mendjes, është shumë e vështirë për ndryshe të procesosh të gjithë të mrekullish po ndodh rreth e rrotull teje. Dhe ajo që ndodh, dhe diçka tjetër e cila mua dhe Marvinin jemi gëzuar pafund kur lexuam një lajm, sepse lexuam që një institut, dhe nuk është një institut i zakonshëm, po është instituti më prestigjos në të gjithë botën, është MD Anderson, dhe ky institut kërkimi shkencor, sapo ka publikuar kërkimin e tij. A e dini se çfarë ka kërkuar, dhe çfarë ka zbuluar instituti më prestigjos në botë? Ai ndodhet në Texas, në SHBA. A e dini se çfarë ka studiuar? Nuk do ta besoni kur. Do ta besoni se është tash publike, e kanë bërë publike, po çfarë kanë studiuar ata? Është e jashtëzakonshme. Ata kanë studiuar efektin e meditimit të shërimit tek shërimi i kancerit. Dhe meditimi i shërimit është një meditim të cilin ne e bëjmë në retreat, e zbatojmë në retreat. Ja u mësoj edhe personave që ta zbatojnë tek trajnimi online, po ata e bëjmë vetëm për fëmijët, ndërsa në retreat e bëjmë edhe për të rriturit. Dhe ajo që ndodh, personat kemi patur raste shërimesh, kemi patur raste hapje zemre, raste shërime edhe të personave që dërgojnë energjinë e shërimit. Dhe për kohë të gjatë njerëz nga më të ndryshëm kanë thënë që çfarë është meditim shërimi, 1.000.000 fjalë. Por ne kemi vazhduar. Dhe ajo që ndodh tani është që institucionet më prestigjioze në botë po studiojnë efektin e meditimit të shërimit te qelizat kancerogjene. Dhe e dini pse po e bëjnë këtë gjë? Sepse ata e dinë që funksionon. Thjesht duan ta zbulojnë se si tamam funksionon, se dhe në çfarë shkallë funksionon, se si mund ta bëjnë më efektive. Ata janë duke e studiuar si një formë terapie tani.
bota po ndryshon përpara syve tanë dhe ne s'po e marrim vesh. Është MD Anderson, ndoshta personat vetëm personat që merren në këtë fushë mund ta e njohin si institucion, po MD Anderson është nga institucionet më prestigjioze. Unë kur kam punuar në Austri, kam punuar në sektorin, në kërkim shkencor, në sektorin e diagnostikimit të kancerave, dhe ne gjithmonë bashkëpunonin dhe me kolegë nga Amerika, dhe kishte gjithashtu edhe shkencëtar nga ky institut, nga MD Anderson, dhe gjithmonë për çdo gjë ne konsultoheshim me ta. Për çdo gjë merrnim këtë institut si standardin më të lartë, pra gold standard. Kështu që në momentin që ne e pam atë emër që e kemi dhe e citojmë her pas here, ishte një shok pozitiv. Kështu që bota po ndryshon përpara syve tanë. Dhe janë institucione nga më të lartat në të gjithë botën, të cilat po studiojnë pikërisht meditimet e shërimit. Dhe tani nuk ka më njeri i cili mund ta vërë në dyshim që meditimi i shërimit funksionon për një person tjetër, siguri. Dhe ajo që ata zbuluan është se, pra, studimi ndodhi për kancerin pankreatik, që është një kancer më agresiv i mundshëm, u studiua tek mint, pra efekti që kishte tek to qelisa kancerogjene meditimi i shërimit, pra personat i dërguan energji shërimi minjve, dhe ajo që pan ishte jashtëzakonshme. Ajo që pan ishte një ulje e numrit të qelizave kancerogjene, pra një zvogëlim i tumorit, ata që nuk ndodh. Ata morën tumorin më agresiv të mundshëm, absolutisht nuk ndodh, dhe ndodhi zvogëlimi i tumorit, ndodhi nuk pati migrim të qelizave, pra nuk pati metastaza, ndodhi, pra ishte një ulje i migrimit, ishte shumë efekte të tjera të cilat tregonin se ajo që po bënin në një farë mënyre, ajo që po bënin shëruesit, ishin 3 shërues, rreth e rrotull 1000, dhe filloi procesi i gjenerimit. Është e jashtëzakonshme dhe nuk mund të thuash që ishte efekt placebo, pra e ka psikologjike Miu, sepse Miu nuk e di që po i dërgohet energji shërimi, nuk e di fare. Nuk është në dini të kësaj. Kështu që efekti i shërimi është u studiua se është pikërisht nga ndryshimi i energjisë. Dhe në momentin që ti, sepse personat që dërgojnë energji shërimi janë personat të cilët lirojnë nga mendja analitike, shkojnë në zemër, hapin zemrën, fuqizojnë energjinë elektromagnetike rreth trupit të tyre, dhe nga kjo energji, nga kjo fushë e fuqishme elektromagnetike, dhe fusha elektromagnetike e miut ndryshon. Dhe fusha elektromagnetike rreth qelizave ndryshon. Dhe qelizat faktikisht ajo që u vure është se energjia që po i dërgonin, kjo është e jashtëzakonshme, është po më duket sikur po them një film fantastiko shkencor, ndërkohë që është realiteti. Ajo që pan ishte se energjia e shërimit që po dërgonin, ajo që bëri qelizat e shëndetshme, normalisht që i ruaj këtë shëndetshme, ndërsa qelizat kancerogjene dëmtoi mitokondriat. Dëmtoi mitokondriat e qelizave kancerogjene. Si ka mundësi? Dhe kjo është arsyeja pse ato filluan të zhduken gradualisht. Mitokondri është njësia e cila gjeneron energji, dhe nëse një qelizë ka më energji, atë nuk ka më jetë. Është e jashtëzakonshme. Dhe shumë efekte të tjera, besoj që do bëj një postim për këtë, e meriton një postim, dhe do flas gjithashtu edhe më shumë në live të tjera në vazhdimsi, por jeta po ndryshon, bota po ndryshon para syve tanë. Dhe institutet nga më të rëndësishme po studiojnë pikërisht të fushë, por është e rëndësishme që këtë punë, prandaj duat ju jap informacionin i cili ketë vlerë për ju. Dhe ajo që ka vlerë, sidomos në këtë kohë që jetojmë, është pikërisht ky grafiku. Ky grafiku ka shumë rëndësi. Pse ka rëndësi? Sepse
është e rëndësishme që ne të dallojmë gjatë ditës nëse jemi duke vepruar nga mendja analitike ose jo. Dhe në qoftë se ti je duke vepruar nga mendja analitike, ajo që është do t'ja tregoj pastaj se çfarë të bëni, por diçka tjetër që doja t'u thosha për mendjen analitike, që oshilon, shkon sa në një anë tjetra, përse është kaq e rëndësishme të jetojmë nga një zemër e hapur, sepse kur hapet zemra, ti lidhesh me suprakoshciencën, ke akses në një mendje më të lartë, atëherë lidhesh me këtë mendje që është më e madhe, dhe kjo mendje që është më e madhe, kjo suprakoshciencë, ajo që bën është jo vetëm aktivizohet intuita. Ti ke përgjigje që të vinë për çdo situatë në të cilën ndodhesh, dhe këto përgjigje nuk janë të polarizuara. Nuk ka po jo kështu, po jo ashtu. Është thjesht kjo është përgjigja. Kjo është dhe s'ka tjetër. Kjo është rruga e dur. Kjo është rruga e dur për ty. Për çdo person është ndryshe, po për ty. Çdo person lidhet me suprakoshciencën, nga zemra e vet, nga zemra e tij. Unë mund të çoj deri tek dera, po derën pastaj e hap ti dhe lidhjen je ti që lidhesh me veten tënde më të lartë. Je ti, çfarë është mendja më e lartë? Mendja më e lartë, çfarë është suprakoshcienca? Je ti. Je ti në energjinë më të lartë që ekziston, në një energji e cila një frekuencë e cila nuk u lëndua kur, është pranë burimit, është e lidhur me burimin, është e lidhur me fushën kuantike, është e lidhur me informacionin e gjithë jetës. Dhe në këtë pikë ti je përtej kufizimeve të kësaj bote dhe e shikon këtë realitet tridimensional nga një pozicion i lartë, e shikon labirintin që ndodhet aty poshtë, e kupton rrugën se ku duhet të vesh, dhe e kupton shumë mirë, jo vetëm ke përgjigje, jo vetëm intuita të orienton, por gjithashtu arrin, nuk oshilon më, shpëton nga oscilacionet. Sakte sande. Dhe kjo është gjëja më e lodhshme për një person, është oscilacioni. Sa andi këtej. Dhe ti shpëton nga kjo oscilacion, në momenti që lidhesh me suprakoshciencën. Arrin të qëndrosh në pikën qendrore dhe të shohësh për te. Sepse në qoftë se kjo është një koncept i cili do pak shpjegim, po qëndroni me mua derisa të dal aty ku duhet të dal. Në momenti që mendja oscilon sa në një anë tjetra, është një forcë shumë e madhe që e bën të lëviz sa në një anë tjetra. Janë lëndimet e së kaluarës, programet, besimet negative, gjithçka që është regjistruar në subconsciencë është si një furtunë aty brenda, dhe kjo furtunë e hedh mendjen sa në një anë tjetra. Dhe si duket kjo në jetën e përditshme? Kjo mund të duket edhe për shembull një person i cili edhe në vetë sjelljen tonë të përditshme. Një person i cili në fëmijëri prindit mund t'i thënë mos fol se ti thua vetëm gjëra koti. Dhe ky person është mbyllur në vetvete, nuk flet, nuk hapet shumë me njerëzit, është i tërhequr, dhe mendja është e polarizuar në këtë anë, që është komplet i tërhequr dhe nuk flet me asnjëri, nuk hapet shumë, është njeri me pak, nuk ka shumë fjalë. Ama mendja e këtij personi mundet që në kushte të caktuara ndodh diçka, ne asnjëherë nuk e dim se çfarë është ngacmuar në subconsciencë, asnjëherë, po do ndodh diçka dhe ky person mund të oscilojë te ana e kundërt, mund të shkojë te ana tjetër. Si qëllon që është me një person dhe me atë person thot gjithçka, hap çdo gjë, thot çdo lloj gjëje. Flet, thot edhe gjëra që nuk duhet i thot. Pra, kalon komplet në anën e kundërt, nga një person që nuk fliste, në një person i cili flet, thot gjithçka, thot çdo gjë, edhe gjëra që nuk duhet i thoshte. Dhe ndonjëherë edhe në shumë raste mund edhe ta pësoj nga kjo gjë, ndjen pastaj një ndjenjë faji, përse fola, nuk do të kisha folur, ç'më gjeti,
fillon të ndjej një ndjenjë akoma dhe më të thellë, kritikë ndaj vetes, fillon, çfarë ndodh tani? Kjo kritikë ndaj vetes, ndjesi faji, dhe fakti që në një farë mënyrë e ndjell sikur ju kthye kundra gjithë ajo që u shpreh shumë dhe u hap shumë, e ndjen sikur ju kthye kundra dhe ajo i forcon tani atë besimin negativ që kishte, që ti nuk do të flasësh. Dhe ai mbyllet akoma më shumë në vetvete. Kalon në anën tjetër, oscilon në anën tjetër, mbyllet akoma më shumë në vetvete. Po do vi një moment pastaj prap do osciloj në anën tjetër, prap do hapet, do flasë, do filloj. Pa do thot, mos, çfarë më gjeti mua, përse e njëjta mesele me mua. Prap do osciloj në anën tjetër. Pra, oscilacionet e mendjes janë edhe në lidhje me sjelljet të ardhura nga lëndimet e së kaluarës, të cilat na kufizojnë shumë në jetën tonë. Pa ajo që ndodh në qoftë se ti shkon në zemër, hap zemër, lidhesh me suprakoshensën, me një mendje më të lartë dhe vepron nga një zemër e hapur dhe nga një mendje e lirë në val shumë të lartë të suprakoshensës. Ajo që ndodh është që ti e di shumë mirë ku të flasësh, çfarë të flasësh, si të flasësh, si të komunikosh, fiton aftësi komunikimi të cilat duket sikur dolën nga hiçi, në fakt aty ishin sepse ti je i lidhur me atë aftësi. Çdo person nga ne, çdo njëri nga ne e ka aftësinë e komunikimit të regjistruar në subkonsciencë, por gjithashtu informacioni i komunikimit perfekt është në fushën kuantike. Është një potencial i cili ekziston, në të cilën ti je një komunikues perfekt. Dhe ky person arrin të lidhet me këtë potencial dhe fillon të flas aty ku duhet, të thotë gjën e dur, të mos flas aty ku s'duhet të flas, pra ta drejtoj nga një nivel më i lartë, nga zemra dhe nga suprakoshensja, të veproj, dhe kjo është të veprosh nga dashuria. Kjo është dashuria pa kushte. Nuk është një ajo ndjenja të cilën ne e njohim zakonisht, por është përtesh gjendje ndërgjegjeje. Dhe kur ky person vepron nga kjo gjendje ndërgjegje, është i lirë nga programet e së kaluarës, sepse ti mund të kalosh gjithë jetën tënde duke riprogramuar mendjen. Po në qoftë se zemra nuk është e hapur, në qoftë se zemra nuk hapet, çfarë do ndodh mendja? Ja e riprogramove pozitiv. Çfarë do ndodh mendja? Çfarë do ndodh mendjes pastaj? Mendja do vi një moment do oscilon në anën tjetër. Do osciloj në anën tjetër, zemra duhet të jetë e hapur, që mendja të mos osciloj, që mendja të qëndrojë te pika zero, i lidhur me burimin, i lidhur me veten tënde më të lartë. Keni dëgjuar për shprehjen pozitivitet toksik? Ajo është personat të cilët përpiqen nga një zemër e mbyllur. Të përpiqesh të riprogramosh mendjen nga një zemër e mbyllur. Është formulë për të osciluar në anën tjetër. Është e rëndësishme që të hapim zemrën. Është e rëndësishme të hapim zemrën. Të shkojmë thellë dhe do ju tregoj se si mundemi të shkojmë te pika zero. Normalisht që riprogramimi është shumë i rëndësishëm. Ne bëjmë riprogramimin. Por riprogramim nga një zemër e hapur. Në momenti që ti je në pranim dhe dashuri të thellë, në qoftë se çdo gjë brenda teje, gjithçka, të gjitha ato copuzat e thyera, çdo gjë, çdo lëndim, gjithçka që ka ndodhur në jetën tënde. Do t'ju tregoj se si të jesh te pika qendrore. Në qoftë se ti je midis ekstremeve, sepse mendja të çon sa të e bardha të e zeza, të pozitivja të negativja. Je përpjekur thua afirmime, riprogramo dhe pastaj ndodh diçka në jetë dhe prap pozitive negative. Oscilon nga një ekstrem te tjetri. Do ju tregoj se si të rini te pika zero. Nga mendja analitike, edhe në qoftë se mendja analitike të thot për një situatë, kjo situatë është e tmerrshme. Ky person është i tmerrshëm. Kjo ngjarje është e tmerrshme që
Edhe në qoftë se mendja analitike të thot ato gjëra, kujto fjalët e mia. Kujto fjalët e mia. Ka gjithmonë zgjidhje për çdo gjë. Dhe çdo gjë që mendja analitike të thot është iluzion nga një pozicion mungese, nga një pozicion vetëm i një informacioni shumë të vogël 15 bit për sekond. Mendja nuk di se çfarë po ndodh. Dhe çdo gjë që mendja të thot, mos e merr si të vërtet. Mos e merr si të vërtet, është një gjysmë e vërtet. Është një gjysmë e vërtet. Asnjëherë, kjo është një gjysmë e vërtet, po ku është gjysma tjetër? Nëse të ndodh një situatë, kujto fjalët e mia, Artemisa thot që kjo është një gjysmë e vërtet. Po gjysma tjetër ku është? Gjeje gjysmën tjetër. Gjeje gjysmën tjetër të situatës. Mund ta imagjinosh edhe si dy persona të ndryshëm. Dy persona të ndryshëm që për një situatë, për një person, për një problem që kanë, për një sfidë që kanë, mendojnë ndryshe. Ky person mendon ekstrem negativ dhe ky person mendon ekstrem pozitiv. Për një çështje, ky person mendon ekstrem një zgjidhje dhe ky person mendon ekstrem zgjidhjen tjetër. Mendoji të dyja, shikoj të dyja. Dhe relakso në zemër, relakso në krahëror. Shikoj të dyja si gjysmë të vërteta. Dhe të gjitha këto, ky moment krijon një tension. Është tensioni që krijohet kur ti qëndron midis dy gjysmë të vërtetave. Është tensioni që krijohet sapo do futesh në zemër. Dhe janë dy gjysmë të vërteta. Dhe ti qëndron midis tyre të dyjave. Dhe në këtë moment emocionet dalin. Emocione të ndryshme, lëndime nga e kaluara, mos i analizo ato, dua të qëndrosh pa analizë, dua të qëndrosh pa gjykim, të qëndrosh si një mendje më e lartë, ti shikosh nga lart, si kur je një person komplet i jashtë situatës, që e shikon situatën nga lart, pa analizuar. Mendja do tentoj, pra do po të paralajmëroj, mendja do tentoj që ti ta analizosh situatën, jo kjo kështu. Dhe edhe shumë njerëz janë në zhvillim personal. Në qoftë se përpiqesh të analizosh situatat nga mendja, vjen një moment dhe lodhesh. Puna që ne bëjmë, puna e vërtet, alkimike, mjeshtrat e vërtet, asnjëherë nuk zhvillohen nga mendja analitike. Mjeshtrat e vërtet lidhen me suprakoshiencën, hapin zemrën, punojnë për hapjen e zemrës, punojnë për të lidhur me suprakoshiencën, me një mendje më të lartë. E din shumë mirë që mendja e vogël analitike e egos është e kufizuar dhe asnjëherë nuk bien pre e analizave. Janë të kota. Sepse në asnjëherë nuk mund ta dim me saktësi çfarë ndodh në subkonsciencë. Pra, edhe një herë qëndrojmë këtu midis këtyre dy gjysmë të vërtetave, edhe në qoftë se ka emocione që dalin, ajo po të çon në zemër. Ajo po të çliron nga mendja analitike, ajo po të çliron nga burgu i egos. Ajo po të çliron, ky qëndrim midis dy gjysmë të vërtetave po të çliron, po ndodh çlirimi. Dhe gjithçka që po mendoj të dy, edhe ky personi ka të drejtë, edhe ky personi ka të drejtë. Të dy kanë të drejtë. Dhe për mendjen analitike kjo s'ka kuptim, ç'është të dy kanë të drejtë, ose njëri ose tjetri. Jo, qëndro këtu, të dy kanë të drejtë. Do t'rregoj pastaj se çfarë ndodh. Dalin emocione. Jepi relakso në zemër. Dhe ndjej pranim dhe dashuri. Ndjej pranim dhe dashuri për veten. Ndjej pranim dhe dashuri për veten tënde. Një dashuri e madhe për veten tënde. Thirr burimin, thirr lidhjen tënde me Zotin, me Krijuesin. Thirr dashurin. Eja këtu. Lejoje në zemër. Lejo relakso zemrën tënde. Ndjeje zemrën si hapet. Lejo dashurin pa kushte brenda teje. Thirr dashurin.
Dhe ndjej një pranim të thellë brenda vetes tënde, ka shumë dashuri për ty. Ka shumë pranim për ty. Ka shumë dashuri dhe pranim për ty. Thirrë dashuri, ndjeje, relakso në krahëror. Dhe në atë midis të dy gjysmë të vërtetave, ndjej një pranim dhe dashuri aq të madhe për veten tënde dhe stërvita. Dhe tani thirr dhe ndjej, fale vetën. Fale. Fale për gjithçka. Fal të kaluarën. Fal njerëzit, fal jetën, fal veten tënde. Ke bërë gjithçka sakt. Je jashtëzakonshëm, je dhurat për këtë. Je dhurat për krijimin. Je dhurata më e madhe që ekziston. Je dhurat, fale vetën. Merr frymë thellë dhe ndjej një zgjerim akoma të madh në krahëror. Tani dua ta falenderosh veten thellë. Midis dy gjysmë të vërtetave, jepi falënderim, falendero veten. Për gjithë mundin që ke bërë, jepi falënderim. Futu edhe më thellë në zemër. Ndjej lidhjen me zemrën tënde. Ndjej lidhjen me një zemër të hapur, me dashurinë pa kushte. Falenderoje veten për mundin që ka bërë. Jepi vetes vlerësim për gjithçka që ka bërë. Dhe qëndro aty, në pranim, në dashuri, në falje, në falenderim, në vlerësim për veten. Dhe gradualisht, duke u futur thellë më thellë, duke u larguar nga çdo lloj analize, se kush është e saktë ose gabim, largo analizë. Largo gjykimin, çdo gjë është e kot, fjalët i merrera. Largo gjithçka. Dhe në atë moment në zemër do krijohet dhe kjo arrihet normalisht me punë, duke punuar me meditimet që bëjnë, duke ne këto teknika japim, ja jap dhe tani një pjesë të teknikës, një pjesë ne punojmë shumë në retreat, janë 8 ditë nga mëngjesi në darkë që e bëjmë këtë gjë, në trajnimin online, 6 javë që punojmë për këtë gjë. Dhe lidhesh aty në zemër. Zemra hapet. Dhe ti lidhesh me suprakoshensën. Çfarë ndodh tani? Ndodh diçka e mrekullueshme. Ndodh diçka jashtëzakonshme. Dhe shumë njerëz se ndjejnë një çlirim total. Një çlirim total nga mendja. Një çlirim total nga ato lëkundjet. Një paqe e thellë. Paqe totale, liri në trup, hapësirë në trup. Dhe nga kjo paqe, nga kjo hapësirë, i lidhur me suprakoshensën, ajo që ndodh me ty. Ti kupton diçka akoma më të madhe. Në qoftë se ishe midis dy zgjidhjeve, ty të vjen një zgjidhje, mund të vijë një zgjidhje tjetër akoma më e bukur. Në qoftë se ishe midis dy veprimeve, mund të vijë një frymëzim tjetër akoma më i bukur. Vjen frymëzimi i pikës së mesit, i qendrës, i pikës së zero, i balancës së plot. Dhe kjo është ajo që ne arrim, është balanca e plot. Për te oscilacioneve sa ndikte, asnjëra nuk është e saktë. Dy gjysmë të vërteta, dy gjysmë të gabuara. Asnjëra nuk është e saktë. E vërteta është ajo që të vjen vetëm ty, të vjen vetëm nga një zemër e hapur dhe nga lidhja jote me suprakoshensën. Dhe kjo do të vi zgjidhje që s'e kishe menduar, do të vinë ide të reja, frymëzime që si kishe menduar, do të vi perspektive re që nuk e kishe menduar. Mendoje që vetëm këto dy perspektiva ekzistojnë, jo, ekzistojnë shumë perspektiva. Dhe ajo perspektivë që vjen, ajo është për ty. Dhe ajo të çliron plotësisht nga çdo lloj burgu që mund të kemi vendosur veten tonë. Dhe kjo është liria e vërtet në këtë botë tridimensionale, ku njerëzit i tërheqin nga të gjitha anët. Kjo është liria e vërtet, që ti të ecësh në këtë botë tridimensionale, i lidhur me 5D, me suprakoshensën. Sepse tërheqjet janë nga më të ndryshmet. Shikon 1 milion ngjarje, lajme, besime, fjalime, çdo lloj gjëje që ti mund të dëgjosh, marrëdhënie me njerëzit, përplasje të ndryshme, sfida të ndryshme, çdo gjë ngacmon subkonsciencën dhe njerëzit në botë, në përgjithësi 99% e mbyllin zemrën më shumë. Edhe kjo çfarë ndodh? I çon akoma më shumë tek ajo mendja e vogël. Mendja e vogël aktivizohet akoma më shumë. Por mënyra se si ti mund të jetosh i lirë në këtë jetë, plotësisht është pikërisht kjo lidhje me suprakoshensën. Dhe me Marvinin kemi punuar, pra kjo është arsye përse punojmë kaq shumë, që duam t'ju japim teknikat më të fuqishme, t'ju japim teknikat të cilat të funksionojnë
për një kohë sa më të shkurtër dhe efektive dhe sa më shumë persona, dhe këtë ja kemi dalë gjithmonë më shumë. Në retreat vetëm 8 ditë personat arrin të ndryshojnë valët e trurit, edhe kësaj radhe kishim val gama. Është val gama në sistemin nervor. Personat u lidhen me suprakoshensën dhe në qoftë se janë bërë kërkime që në qoftë se disa persona arrin një gjendje të sistemit nervor në meditime në grup, atëherë i gjithë grupi e ka arritur, sepse kjo është mrekullia e çasteve kur ne bashkohemi, kur ne hapim zemrën, kur ne lidhemi me burimin, me dashurinë pa kushte, është që ne bëjmë një zemër e madhe. Bëjmë një zemër e madhe, nuk ka ndarje, nuk ka ndasi, nuk ka diferencë. Në ti e dashuri, ne jemi dashuri, ne jemi një. Dhe ne rikthehemi në natyrën tonë të vërtet. Çlirohemi nga mendja analitike. Dhe kjo është që ti kupton cila është e vërteta e shpirtit tënd. Njeh të vërtetën e shpirtit tënd, dhe kjo nuk ka të krahasuar me asgjë tjetër. Dhe valët gama i kanë arritur gjithashtu edhe në trajnimin online, pra kemi arritur që këto efektet të arrihen gjithashtu edhe për gjatë 6 javëve që jemi bashk. Një person arriti të kishte këto val, sepse gjithmonë ne e kuptojmë nga përshkrimi që bën, dhe arrit të shëronte automatikisht brenda orës, të shëronte një hernie cervikale, të cilën asnjë mjek nuk e kishte dhënë asnjë zgjidhje. Dhe kemi shumë raste të tilla që persona të cilët nuk kanë asnjë zgjidhje, kanë shkuar në mjek të ndryshëm, kanë shkuar në shtete të ndryshme dhe asnjë nuk i ka dhënë zgjidhje. Dhe ajo që ka ndodhur është se janë çliruar nga simptomat, nga sëmundje kronike, janë shëruar jo vetëm akte dhe depresion, por kemi patëm përmirësime të simptomave edhe nga sëmundje nga më të ndryshme. Kështu që pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo? Sepse në çastin që ti lirohesh nga mendja, nga mendja e vogël, edhe trupi jot lirohet nga mendja e vogël, nga egoja. Trupi lirohet nga egoja, sepse është egoja që e mban trupin të kontraktuar. Nuk e lejon që energjia të rjedhë në trup, nuk e lejon që trupi të rigjenerohet natyrshëm. Dhe në momenti që ti lidhesh, zemra hapet, lidhesh me suprakoshensën, atëre të gjitha rrugët energjetike çlirohen, trupi furnizohet me një energji më të lartë, sistemi nervor pastrohet, dhe ajo që ndodh është që automatikisht trupi rigjenerohet sipas natyrës së vet, sepse trupi ka aftësi rigjeneruese. Ne mund të rigjenerojmë veten. Në qoftë se një person ka qenë kaq i fuqishëm sa ta sëmur veten, a nuk mendoni se është po njësoj i fuqishëm sa ta shëroj veten? Sigurisht që po. Dhe e vërteta është që as nuk përpiqet për ta shëruar veten, se trupi shërohet vetë. E ka vetë aftësi. Kur pritemi diku, nuk është se ti përpiqesh për të shëruar të prerën, ajo shërohet vetë. Thjesht e di që do ndodh. Kështu që po ja u tregoj edhe një herë këtë. Mbajini mend, edhe gjatë ditës, në qoftë se tani do bëjmë një meditim, do futemi thellë në zemër, do lidhemi me suprakoshensën, do lidhemi me pikën 0, me pikën e mesit, do qëndrojmë në balancë. Dhe nga balanca pastaj, do të ndihesh se gjithçka në jetën tënde është e zgjidhur, se çdo gjë që ti dëshiron të gjej zgjidhje, ka gjetur zgjidhje, dhe që do të imagjinosh një person i cili po ecën në një rrugë të re, në një rrugë e cila është përtej oscilacioneve të mendjes, në një rrugë e cila është e lirë nga bota tridimensionale, është e lirë nga gjykimet e njerëzve dhe po dhe të vetes. Është e lirë nga bardhëzia e mendjes. Është e lirë nga bardhëzia e mendjes dhe është thellë në zemër. Kur tani do nisim me meditimin, po shikoj në qoftë se jeni këtu ose jo. Kur ne nisëm retreatin, 3 ditët e para ishte kampionati i shahut. 3 ditët e para ishte kampionati i shahut, dhe shahu, siç e dini, është bardhëzi, e bardha dhe e zeza. Dhe e bardha dhe e zeza ishin një kat më poshtë nesh, 3 ditët e para të retreatit. Dhe kjo do të thotë
që ne gjithë grupi ishte duke te kaluar 3 ditët e para, ishte duke te kaluar egon, mendjen e vogël, mendjen analitike, duke shkuar për te 2 gjysmave dhe për t'u lidhur me suprakoshciencë, për t'u lidhur me të. Ata nuk donin të dëgjonin muzikën tonë. I thanë na thanë që nuk donin të dëgjonin muzikën tonë, nuk duam të dëgjojmë, thanë. Dhe ata mund të përfaqësojnë shumë njerëz në këtë botë, të cilët fare mirë oscilojnë midis të bardhës dhe të zezës, pozitives dhe negatives. Ata nuk donin të dëgjonin muzikën tonë dhe mbyllën derën, vendosën shtresa. Janë pikërisht shumë persona që nuk duan të dëgjojnë muzikën e zemrës. Dhe është një muzikë e cila është përtej dualiteti, përtej 2 gjysmave, përtej oscilacioneve pozitives dhe negatives. Muzika e zemrës është dashuri pa kushte. Është një mungesë totale gjykimi, është lidhje me burimin, me një jetë e cila ajo ekziston. Ajo jetë mund ta jetosh atë jetë. Mund ta jetosh atë jetë edhe midis njerëzve. Mund të jetosh midis njerëzve i lirë nga mendja e vogël. Në këtë jetë mund të jetosh. Edhe kjo është puna që ne bëjmë së bashku. Kjo është punë e shenjtë. Atëherë. Dhe pastaj ikën. Ditën që ikën, a e dini se çfarë ndodhi ditën që ikën? Ditën që iku Shau, filluan të ndodhin mrekullit. Njerëzit filluan të lidheshin me suprakoshciencën, njerëzit filluam të kishin valgama në tru, filluam të kishin mrekullit e para, një grua rifitoi shikimin nga njëri sy, filloi të shikonte ngjyrat, ditë pas dite, filloi të shikonte ngjyrat. Mrekullit e jetës filluan të shfaqen përpara nesh. Dhe jo sepse ato nuk ishin aty, po sepse ne nuk kishim sy për t'i parë. Sepse shikonin vetëm nga ajo mendja e vogël. Dhe në momentin që ti lidhesh me suprakoshciencë, me një mendje më të madhe, një mendje më të lartë, nga një zemër e hapur, nga një zemër e cila është plot dashuri pa kushte për gjithçka. Për veten, për njerëzit, për jetën, ti fillon të shohësh mrekullit që kanë qenë aty gjithkohës. Po ato mrekulli janë në një frekuencë më të lartë. Dhe kjo është mënyra për të ngjitur në frekuencë, nga një zemër e hapur. Ajo është porta drejt ngjitjes lart, drejt në anglisht ascension. Porta është nga zemra. Shkallët janë nga zemra. Atëre. Edhe kjo sjell kjo është ajo harmonia e vërtetë dhe më jashtëzakonshme. Lidhja midis zemrës dhe mendjes, harmonizimi i zemrës dhe mendjes. Tani normalisht mund të dëgjoni edhe online edhe në rang internacional. Shumë mund të flasin për harmonizimin midis zemrës dhe mendjes. Po mbani mend që vërtet është kjo këtu. Mbajni mend. Dhe mund ta kuptoni shumë mirë nëse se jeni nga një zemër e hapur dhe nga suprakoshciencë. Mund ta kuptoni shumë mirë nëse jeni aty. Çdo gjë që bën nga dashuria. Nisesh nga dashuria për të bërë gjithçka dhe nga një dashuri jo ajo që njohim. Po një dashuri që shkon përtej kohës dhe hapësirës. Është një dashuri për hir të dashurisë. Një dashuri për hir thjesht të lidhjes me zemrën tënde, të lidhjes me burimin, të lidhjes me jetën, të lidhjes me mrekullit. Çdo gjë që bën e bën nga dashuria që ti thell brenda vetes ke për burimin, për jetën, për vetë dashurinë. Të veprosh nga dashuria për hir dashurisë. Dhe aty pastaj vijnë përgjigjet, aty drejtohesh, aty orientohesh. Aty çlirohesh nga mendja. Sepse mendja e vogël, ajo egoja e vogël, vepron
vepron dhe kërkon fuqi, kërkon me forcë, realizoj gjërat me forcë, niset nga fuqia dhe kërkon pastaj jashtë, kërkon jashtë dashuri. Të sjell 1 milion arsye, 1 milion ngjarje, 1 milion arsyetime. Dhe ka shumë shembuj të tjerë, të cilët mund të t'i sjell, si oscilon mendja. Një herë mund të thuash, ka disa persona që hanë shumë, dhe mendja oscilon tek pjesa që ha shumë, pastaj thua tani nuk do ha, dhe mendja kalon tek ana tjetër, tek ana komplet e kundërt, edhe nuk ha fare. E stopon fare ushqimin. Një tjetër mund të jetë mendja i oscilon dhe i qëndron vetëm në një pozicion i cili kërkon aprovimin e njerëzve, kërkon aprovim, kërkon që ta aprovojnë, bën gjëra vetëm për tjerët, jep, asnjëherë nuk merr, pra kërkon gjithkohës aprovim. Dhe pastaj është një lloj oscilacioni i mendjes, nga shumë ekstremizuar, në një ekstrem të caktuar. Pra është ekstremizuar mendja. Nga lëndimet e fëmijërisë, personi është mësuar që vetëm t'i bëj shefin njerëzve. Po vjen një moment pastaj që mund të oscilojë në anën komplet të kundërt. Mund të mbyllet komplet në vetvete, i thot jo të gjithëve, i largon të gjithë njerëzit, thot jo tani unë do mendoj vetëm për veten time, nuk mendoj fare për as edhe një njeri, i heq vizën të gjithëve dhe bën një reprezalje, të paparë ndonjëherë, edhe përfundon vetëm, pastaj thot çfarë bëra, veprova gabim, pastaj kërkon prapa aprovimin e njerëzve, mendja oscilon prapë në anën tjetër, pra krijohet një lëmsh nga i cili mendja nuk të nxjerr asnjëherë. Mendja do oscilojë sa një anë të tjetër, dhe tani do nisi meditimin për të shkuar tek pika qendrore. Dhe shpresoj që ta mbani mend këtë live, dua që ky live ta mbani mend të live, sepse edhe në një moment jetës tënde ku ndjesh i lodhur, ose kur mendja të lodh, ose kur je në mes të mendimeve negative, shpresoj shumë që ta kujtosh këtë moment. Merr një vendim tani në këtë pikë, në këtë çast. A je gati ta kujtosh këtë moment? A je gati që edhe në çastet e tua më të vështira, a je gati që të thuash kjo është vetëm një gjysmë e vërtet? A je gati që të thuash kjo është vetëm një gjysmë e vërtet, ekziston dhe ana tjetër? Ekziston dhe ana tjetër, unë jam i gatshëm të qëndroj midis dy të vërtetave. Le të jetë ky live, një live, le të jetë kjo që po themi tani të gjithë së bashku, diçka e cila të ndryshon komplet jetën tënde, komplet mënyrën se si e shikon jetën tënde, komplet mënyrën se si e shikon zemrën dhe mendjen tënde. Le të jetë ky një moment transformimi për ty. Dhe mbaje mend, dhe në çastet e tua më të vështira, kjo që po them do të shpëtoj shumë. Do të shpëtoj komplet. Atëherë shumë persona po kërkojnë meditimin edhe shpjegimin edhe në YouTube. Do gjej momentin që ta hedhim edhe në YouTube. Lotët janë çlirim emocional. Do të thotë që po shkon tek pika zero. Po çlirohesh nga mendja analitike. Atëherë, fillojmë me meditimin. Atëherë në këtë meditim, ajo që ne do bëjmë, më dëgjoni, ndoshta dile dhe hyrë sërish, në qoftë se nuk më dëgjoni. Okej, në rregull, atëherë dëgjojmë shumë mirë.
ishte një pyetje pse kemi frikë të hapim zemrën. Shumë ka persona të cilët kanë frikë nga dashuria faktikisht, sepse kur kemi qenë të vegjël, për shumë ky është një lëndim nga fëmijëria, sepse frika është mungesë e dashurisë. Personat që kanë frikë kanë patur mungesë të theksuar dashurie në fëmijëri, sidomos nga prindi. Dhe kur kemi qenë të vegjël, në qoftë se normalisht nga prindi ti ke pritur dashuri dhe ke menduar që do të japi dashuri dhe ndoshta edhe në momente të caktuara ke marrë dashuri. Por pa pritur dhe pa kujtuar, prindi mund të ketë lënduar në forma shumë të thella. Dhe kështu që mendja është mendja analitike që e asocion, ne kur nuk e dim se çfarë ndodh në subconscient. Asnjëherë ti nuk mund ta dish se çfarë ka ndodhur brenda teje që asocion dashurinë me dhimbjen. Dhe ka shumë persona të cilët nuk e keni idenë se sa vajza më shkruajnë në mesazhe dhe thon Artemis. Personi me të cilën unë jam lidhur më las sepse ai ka frikë nga dashuria. Dhe nuk e keni idenë se ka shumë persona të tillë. Është shumë e çuditshme, por nga ana tjetër dhe nuk është e çuditshme. Sepse janë lëndime nga fëmijëria. Personi është lënduar nga persona të cilët i ka dashur dhe asocion dashurinë me dhimbjen. Por ajo që ne bëjmë është në zemër faktikisht nuk është e lidhesh me atë dashuri që e merr jashtë. Në zemër ti nuk lidhesh as me dashurinë e nënës, as me dashurinë e babait, as me dashurinë e bashkëshortit, as me dashurinë e fëmijëve. Ti nuk lidhesh me dashurinë e njerëzve. Nuk lidhesh me dashurinë që ke marrë nga njerëzit. Se dashuria që merr nga njerëzit, normalisht njerëzit veprojnë, shumica e njerëzve veprojnë nga ajo mendja analitike që oscilon, sa në një anë në tjetrën. Dhe njerëzit nga një anë do oscilojnë pozitiv, nga një anë do oscilojnë negativ. Ti nga njerëz do i marrësh të dyja nga shumica e personave që jetojnë nga egoja, nga një mendje analitike. Kështu që është e rëndësishme ta kuptojmë edhe këtë, që shumica e njerëzve veprojnë duke osciluar sa ndej këtej. Por në zemër ti nuk lidhesh me dashurinë njerëzore. Në zemër ti lidhesh me një dashuri e cila shkon për te çdo lloj kuptueshmërie, është dashuria nga burimi. Është dashuria e cila është nga Zoti, nga krijuesi, është një dashuri e cila të ka krijuar ty. Lexo më shumë për mrekullitë e krijimit. Lexo më shumë se sa mrekulli ka në zemrën tënde, sa mrekulli ka qelizat e tua, sa mrekulli faktikisht që është sa i mrekullueshëm është trupi jot që është krijuar. Thjesht të lexosh se çfarë mrekullish ndodhin, çfarë procesesh ndodhin në trup. Do kuptosh se je krijuar me shumë dashuri. Je krijuar me shumë dashuri dhe jo dashuria njerëzore. Ti je krijuar nga një dashuri më e madhe që të do pafund të mbështet, është këtu me ty, gjithmonë ka qenë. Dhe arsyeja pse je këtu në këtë live është pikërisht kjo dashuri. Kjo dashuri të ka sjell këtu dhe të gjithë juve që jeni këtu, kjo dashuri ju ka sjell këtu. Është një dashuri e cila në zemrën e njerëzve shpesh ndihet si një hapësirë boshe, e cila pret të mbushet. Pa ajo hapësirë boshe nuk do mbushet me dashuri njerëzore. Ajo hapësirë boshe do mbushet gjithmonë nga një dashuri më e madhe, e cila është përtej kohës dhe hapësirës. Një dashuri pa kushte për ty. Thjesht vendos qëllimin. Në rregull, do nisim. Takohemi në zemër, thot Elvana. Atëri Instagrami këtu vendosi që të më vër një filtr. Nuk e di se çfarë ndodhi, gjithsesi ka vendosur një filtr. Duket si ato filmat e vjetër. Tani po hap muzikën që të fillojmë.
edhe diçka që dua të lajmëroj, sepse ajo që ne do bëjmë, atëherë unë nuk do ndaloj me kaq, sepse kam një surprizë për ju. E dini që është pranverë, dhe zakonisht çfarë ndodh kur është pranverë? Bëjmë pastrimin e pranverës, bëjmë pastrimin e shtëpisë. Shumica e njerëzve, normalisht shtëpia do të pastruar çdo ditë, por është ai pastrimi i pranverës i famshëm që e merr shtëpinë kështu me themel, çuk, të gjitha ato qoshet, nga i ke nga si ke. Dhe ajo që faktikisht ne erdhi si frymëzim, që ne të bëjmë të gjithë së bashku 3 ditë rresht, një sfidë që ka të bëj me pastrimin e pranverës. Ta bëjmë pastrimin e pranverës në zemër, në mendje, në trupin ton. Do flasim faktikisht, do punojmë thellë me subkonsciencën, me zemrën, me mendjen, me trupin ton. Do bëjmë pastrimin e thellë të pranverës. 3 live, njëra pas tjetrës, 3 ditë sfidë, dhe pastrimi do bëhet në mënyrë të tillë që ti të lirohesh nga mendja analitike, që ti të hapësh zemrën, të lidhesh me suprakonsciencën dhe të jetosh nga një nivel i ri, ku je i lirë nga e kaluara, i lirë plotësisht nga e kaluara. Atëherë, pastrimi pranverë do ju lajmëroj së shpejti për datat. Me zi e pres, tani do nisim me meditimin. Ashtu në rregull. Nisim. Po i mbyll dhe komentet. Atë do shkojmë në zemër, takohemi në zemër, takohemi në dashuri, takohemi te pika 0, lidhemi me suprakonsciencën, dhe nga aty pastaj do ndjesh, do vizualizosh komplet një realitet, një krijim të ri, ku gjithçka është zgjidhur, ku ti je në rrugën e dur, ku ti je i lirë plotësisht nga gjithçka. Do vizualizosh një jetë ku je plotësisht në paqe, i qetë, ku po e shikon gjithçka në një pozicion më i lartë. Çdo përgjigje të vjen dhe gjithçka në jetën tënde është zgjidhur. Atëherë nisi, ju puth. Mbyll syt. Mbyll syt dhe merr frymë thellë. Merë frymë thellë me bark. Mbaj një moment. Dhe liroj frymën krejt. Dhe ndjej një valë relaksime në gjithë trupin tënd. Ndjeje trupin si lirohet, lëshohet krejt. Relakso. Futu thellë më thellë. Vazhdo të marrësh frymë ngadalë, brenda dhe jashtë, me ritmin tënd. Dhe lësho në zemër. Lësho në zemrën tënd. Futu thellë në të. Thellë në zemrën tënde ndjej. Ndjej hapësirë në krarorin tënd. Relakso në zemër. Ndjej fuqinë e saj. Ndjej forcën e zemrës tënd. Dhe kujto një moment
Kujtoj një çast që jeta të bëri një dhuratë. Kujtoj një moment që ke marrë një dhuratë nga jeta. Mund të jetë gjithçka. Çdo gjë që të vjen në mendje është dhuratë. Ndjeje falenderimin. Ndjeje falenderimin në zemër. Kujtoj atë moment. Si u ndjeve në atë çast. Si u ndjeve në atë moment kur e more këtë dhuratë. Ndjeje në zemrën tënde. Ndjeje si kur po e ndjen tani. Po ndodh tani. Diçka e mrekullueshme. Po ndodh tani, pikërisht tani. Po merr një dhuratë nga jeta në zemër. Ndjeje falenderimin. Relaksohu edhe më thellë në të. Dhe nga zemra jote. Nga zemra jote. Ndjej lidhjen tënde. Ndjeje lidhjen tënde me tokën. Ndjeje lidhjen me tokën. Kujtoj një çast që ke qenë në natyrë. Kujto bukuritë e natyrës. Dhe ndjej dashuri për këtë tokë. Imagjino se këtë dashuri e vën në një sferë dhe e dërgon thellë në tokë. Dhe ndjeje tokën. Ndjeje tokën si e pranon dashurinë tënde. Dhe toka ka shumë dashuri për ty. Ka një dashuri të madhe për ty. Ndjeje energjinë e saj. Një energji shërimi. Një energji e madhe shërimi vjen nga toka. Vjen val, një energji e madhe shërimi vjen nga toka. Dhe ngjitet lart te këmbët, pulpët, kofshët. Lart në zemrën tënde. Ndjeje dashurinë e tokës në zemër. Ndjeje dashurinë e tokës në zemrën tënde. Lëshon të. Toka të ka dhënë gjithçka që ka. Kjo tokë ka shumë dashuri për ty. Kjo tokë ka dashuri për ty. Ndjej energjinë e madhe në zemrën tënde. Një energji që shëron, që liron. Ndjej. Relaksohu edhe më shumë në zemër. Relaksohu në zemrën tënde. Dhe ndjej tani lidhjen tënde me qiellin. Kujtoj një çast që ke parë mrekullitë e qiellit. Qiellin me yje. Shkëlqimin e natës apo ndriçimin e diellit gjatë ditës. Kujtoj një moment të mahnitshëm. Dhe dërgo dashurinë tënde për qiellin. Imagjino se e dërgon në një sferë. E çon lart dashurinë tënde për të në qiell. Dhe universi pranon dashurinë tënde. Po mbaj mend se krijimi ka shumë dashuri për ty. Qielli
Universi ka shumë dashuri për ty. Të ka dhënë gjithë shka që ka. A e di se qelizat e tua janë krijuar nga yjet. Ti je krijuar nga yjet. Ti je mrekulli në këtë tokë. Përbërja kimike e qelizave të tua është faktikisht plur nga yjet. A nuk është e jashtëzakonshme? Ndjeje dashurinë e krijimit për ty. Ndjeje dashurinë e qiellit. Dhe ndjeje një energji të madhe, një dashuri të madhe që vjen nga lart. Një energji e madhe, dashuri e vjen nga lart, nga qielli, në trupin tënd. Te koka, qafa, krarori. Dhe shkon drejte në zemër. Ndjeje dashurinë dhe energjinë e shërimit që vjen nga qielli në zemrën tënde. Në zemër tani, toka dhe qielli janë bërë një. Dashuria e tokës dhe dashuria e qiellit janë bashkuar në një. Një energji e madhe dashurie dhe shërimi brenda teje. Ndjeje brenda në zemrën tënde. Imagjinoje këtë dashuri si një dritë. Një dritë që shkëlqen brenda teje. Ndjeje këtë dritë si përhapet nga zemra jote. Përhapet nga zemra jote, rreth e rrotull, zemrës, në gjithë trupin tënd. Ndjeje këtë dritë si mbush gjithë trupin tënd. Zemra dhe trupi mbushen plot me dritë. Është dashuri pa kusht. Ndjeje këtë dritë si depërton në qelizë. Ndjeje këtë dritë dashurie si depërton në çdo qelizë të trupit tënd. E shëron, e rigjeneron, e fuqizon. Dhe ti shkëlqen. Shkëlqen si dritë e pastër. Relakso në zemrën tënde të bukur. Relakso në zemër. Ka dashuri në zemër. Ndjeje këtë dashuri si përhapet edhe në mendje. Ndjeje ka dashuri në mendje. Zemra dhe mendja janë një në ndjesinë e dashurisë. Dhe i gjithë trupi pulson në ndjesinë e dashurisë pa kusht. I gjithë trupi pulson në ndjesinë e dashurisë pa kusht. Ka dashuri në zemër. Ndjeje. Ka dashuri në mendje. Ndjeje. Zemra dhe mendja janë një në ndjesinë e dashurisë. Dhe i gjithë trupi pulson në dashuri pa kusht. Në këtë ndjesi të thellë tani dashurie. Imagjino se lëshohesh në hapësirë. Lëshohesh në hapësirë. Thellë në një hapësirë infinite. Imagjino se nuk ka asgjë. Dhe po lundroni lirë nga gjithçka. Në këtë ndjesi të thellë dashurie.
Imagjino se lundron i lirë nga gjithçka lundron larg për te. Thellë më thellë në një hapësirë infinite. Ndjej, përjetoj. Imagjino se nuk ka asgjë rreth e rrotull teje. Je në një hapësirë pa fund, një pafundësi. Shijoj sa larg mund të shkosh, sa thellë mund të futesh. Lësho në të, shkriju krejt në të, shkriju krejt në hapësirë, një hapësirë infinite. Bo një me të, një me hapësirë. Imagjino se shkrihesh krejt në gjithë shka. Lëshosh në një oqean infinit. Lëshosh dhe ndjej në hapësirë. Imagjino ka frekuenca pa fund, frekuenca krijimi, frekuenca mrekullie, frekuenca krijimit të një jete të re në hapësirë. Ndjeje lidhjen tënde me to. Frekuenca të larta harmonik. Janë frekuenca të mrekullisë. Ndjeje lidhjen tënde me to. Në dashuri. Dhe lësho në frekuenca, imagjino se shkrihesh në një oqean dashuri, në një oqean frekuencësh. Lësho thellë më thellë. Futu thellë më thellë dhe bëu një me oqeanin. Ti je ky oqean. Dhe ndjej një energji të madhe rreth e rrotull teje. Një energji e madhe, dashuri e pakusht. Është burim. Ndjej lidhjen tënde me burim. Ndjej lidhjen tënde me dashurinë e burimit, me paqen e burimit dhe me lumturinë e burimit. Ndjej lidhjen tënde me të. Lësho në këto oqean dhe shijoj. Ndjeje në zemër dashurinë pa kushte të burimit. Ndjeje. Është dashuria e burimit në zemër. Ndjeje dashurinë e burimit në mendje. Zemra dhe mendja janë një në ndjesinë e dashurisë pa kushte. Dhe i gjithë trupi pulson në dashuri pa kushte. Ndjej lidhjen tënde me të, me paqen e burimit. Ka paqe në zemër. Ndjej. Ka paqe në mendje. Ndjej. Zemra dhe mendja janë një në ndjesinë e paqes së thellë. Zemra dhe mendja janë një në paqe të thellë. Dhe i gjithë trupi pulson në paqe të thellë. Trupi pulson në paqe të thellë. Është paqja e burimit. Ndjej lidhjen tënde me të. Me lumturinë e burimit. Është në zemër. Ndjej.
Ka lumturi në zemër, ka lumturi në mendje, ndjej. Zemra dhe mendja janë një në ndjesin e lumturis. Dhe i gjithë trupi pulson në ndjesin e lumturis. I gjithë trupi pulson në lumturi. Ka lumturi në zemër, ndjej. Ka lumturi të truri, ndjej. Zemra dhe truri janë një në lumturi të thellë. Dhe i gjithë trupi pulson në lumturi të thellë. Shijoj. Shijoj. Është lumturia e burimit në çdo qelisë të trupit tënd. Lësho në oqeanin e dashurisë, në paqe dhe lumturi. Dhe ndjej se po lundron në këto oqean. Po lundron në këto oqean. Në dashuri, në paqe dhe lumturi të thellë. Dhe nga ky pozicion tani, ndjej dhe imagjino se realiteti rreth e rrotull teje është një krijim i ri. Është një krijim ku gjithçka është zgjidhur. Ndjej se rreth e rrotull teje gjithçka është zgjidhur. Ndjej se rreth e rrotull teje manifestimi ka ndodhur. Po jeton në një jetë të re. Po jeton në një trup të ri. Në një zemër të hapur. Po jeton në një mendje më të lartë. Në një trup të shëruar plotësisht nga dashuria. Ndjej se rreth e rrotull teje po jeton në një jetë të re. Një jetë plot dashuri, paqe dhe lumturi. Një jetë ku mrekullit ndodhin çdo ditë. Ndjej se rreth e rrotull teje jeta të bën dhurata vinë çdo ditë për ty. Ti shikon dhe përjeton mrekulli çdo ditë në jetën tënde. Shijoj, lundro në këto oqean dashurie, paqe dhe lumturie. Dhe ndjeje se jeta rreth e rrotull teje është transformuar, gjithçka është zgjidhur. Gjithçka është zgjidhur. Shijoj, ndjeje në zemër. Ndjeje gëzimin në zemër është zgjidhur. Ndjeje gëzimin në zemër. Ndjeje gëzimin në tru. Ndjeje, zemra dhe truri janë një në gëzim. Dhe i gjithë trupi pulson në gëzim. I gjithë trupi pulson në gëzim. Po jeton një jetë të re. Manifestimi ka ndodhur. Je në rrugën tënde. Ide të vinë, intuita të udhëzon. Dyer hapen për ty. Sa i jashtëzakonshme, sa i mrekullueshme. Wow. Ky është lehtësim për zemrën. Ndjej në zemër. Ka lehtësim në zemër. Ndjeje ka lehtësim në tru. Zemra dhe truri të lehtësuar. Në ndjesin e lehtësimit. Shijoj edhe i gjithë trupi pulson.
pulson në ndjesinë e lehtësimit. Ja dol, jeta rreth rrethulteje është transformuar. Po jeton nga një zemër e hapur, nga një mendje më e lartë. Ndjej lidhjen tënde me burim, me jetë e re. Lësho në oqeanin e dashurisë, të paqes dhe të lumturisë. Është e drejta jote e lindjes, ndjeje. Jeton në liri. Është e drejta jote e lindjes, liria. Ti je i lirë, plotësisht i lirë. Ndjeje në zemër, je i lirë. Ndjeje në tru, je i lirë. Zemra dhe truri janë një në liri, dhe i gjithë trupi pulson në ndjesinë e lirisë. Shijoj, i gjithë trupi pulson në liri. Shijoj, përjetoj, ja dol. Po jeton jetëre në liri të plot. Ani nga dal, kur t'jesh gati, mund të hapësh syt në një jetë të re, si njeri krejt i ri, nga një zemër e hapur, dhe një mendje më e lartë, është suprakoshënca, lidhja jote me burimin, me gjithë krijimin, e drejta jote e lindjes. Hapi syt nga dal, dhe jeto si një mjeshtër i krijimit, mjeshtër i jetës, mjeshtër i mrekullive, një mjeshtër i fatit tënd. Me duar në zemër, ndjej, ka liri për ty, ka jetë për ty, ka transformim për ty. Po jeton një jetëre, në një krijim të ri. Së bashku krijon mrekulli. Përjetoj, je në jetëre. Shijoje në zemër, jetoj nga një zemër e hapur. Kujtohu për atë që krijojmë së bashku. Kujtohu për dashurinë. Prano me dashurinë. Gjithë veten tënde prano me dashurinë. Prano me dashurinë. Çdo pjesë të vetes tënde, fale vetën. Falenderoje vetën. Duaje vetën. Dhe ngrije veten lart. Ngrije atë zemër tënde lart, ngrije trupin. Drejtoje shpinën, mbaje kokën lart. Të siguroj se gjithçka ka zgjidhje. Së bashku krijojmë mrekullin. Të jetosh në këtë botë, në formë, në liri të plot. Do të thotë të jetosh me zemër të hapur, do të thotë të jetosh i lirë nga mendja analitike, i lidhur me suprakoshëncën, i lidhur me burimin. Dhe ka një formë, dhe të gjithë shka që ne jemi duke bërë, të gjithë teknikat të çojnë në zemër, të gjithë teknikat të çojnë të hapësh atë portën e zemrës, dhe kur porta e zemrës hapet, i lidhesh me veten tënde më të lartë, me burimin. Dhe aty ka akses në gjithë shka që ekziston, në potenciale infinite, në mundësi infinite, në frekuenca më të larta, në krijime të reja. Së bashku krijon mrekulli. Trupi shërohet, mendja lirohet, zemra hapet. Këto janë teknika të rralla në botë, sepse ne kemi krijuar nga dashuria. Ne kemi krijuar për ju, nga zemra jonë në zemrën tuaj. Dhe faleminderit pafund që jeni këtu. Faleminderit pafund për punën që ju bëni me veten. Faleminderit pafund që pavarësisht gjithçkaje besoni te mrekullia dhe ju siguroj se persistenca shpërblen, puna shpërblen. Ne jemi këtu me ju dhe e vetmja gjë që ju kërkoj është që ju të jeni me veten tuaj. Mos hiq dorë nga vetja. Merr një vendim që
nga tani e tutje, nuk do heqësh dorë kur nga vetja, pavarësisht gjithë shkaje që të thot mendja jote. Mbaj mend, qëndro midis dy gjysmë të vërtetave. Asnjë gjë që mendja proceson nga një nivel i egos nuk është reale. Qëndro këtu në mes, qëndro në zemër. Dhe nga zemra do ngjitesh lart, nga zemra do përjetosh mrekulli. Jeta transformohet, trupi shërohet, mendja lirohet. Kjo është ajo që dua për ju, për të gjithë ju. Liri nga mendja që vjen nga një zemër e hapur. Liria e vërtet është nga një zemër e hapur. Kjo është liria e vërtet. Dhe unë do jem këtu me ju. Gjithmonë, dhe gjithmonë, dhe gjithmonë. Dhe prandaj dua që dhe ju të jeni me veten tuaj. Sepse unë besoj thellësisht se ne jemi krijesa hynore. E besoj me gjithë shpirtin tim që nuk jemi këtu kot, që ka një arsye më të madhe pse jemi këtu. E besoj me gjithë shpirtin tim se kemi aftësi të shërojmë trupin ton, e besoj se kemi aftësi të transformojmë jetën ton, e besoj se ne kemi aftësi të sjellim mrekulli në jetën ton. Dhe prandaj jam këtu çdo ditë. Bëj një premtim vetes tënde që do jesh me veten tënde, që do besosh te mrekullia e trupit, e zemrës, e shpirtit tënd, që do besosh se burimi ka dashuri për ty, se ti je i mbrojtur dhe i mbështetur, se ajo dashuri të ka sjell këtu, se ajo lutje që bëre dikur të ka sjell këtu, dhe se ka transformim, ka ndryshim vërtet. Ka ndryshim vërtet, po e ndjejmë çdo ditë, njerëzit po shërohen, njerëzit po manifestojnë. Dhe rrugtimi ja vlen absolutisht. Rrugtimi që ne jemi duke bërë së bashku, ja vlen. Ja vlen ky rrugtim. Është rrugtimi jonë për të kthyer në shtëpi. Është rrugtimi i shpirtit për të kthyer në shtëpi, rrugtimi i shpirtit për të lidhur sërish. Me suprakoshensë, me burimin. Dhe për ta jetuar pastaj këtë jetë nga një nivel i lartë. Për ta jetuar këtë jetë nga një nivel i lartë. I lirë plotësisht, nga oscilacionet e mendjes. Sa ndej këtë, i lirë. Dhe për këtë liri, do takojmë sërish së bashku 3 ditë sfidë pastrimin e pranverës dhe do vi me ju me teknika të reja dhe me detyra shtëpie. Një nga detyrat e shtëpisë do kini pastrimin e shtëpisë. Përveç pastrimin e trupit që do bëjmë, do ju jap do pastroni njëkohësisht edhe shtëpinë. Nuk do ju tregoj shumë për këtë. Nuk do ju tregoj akoma për sfidën, do ta bëj si postim, do tregoj edhe datat që do e kemi. Ju dua pafund. Bashkë do shqemi sërish të sfidat reditore dhe gjithashtu nëse për të regjistruar të trajnimi online kemi shumë kërkesa për të vendet janë të kufizuara sepse unë dhe Marvini flasim njëkohësisht edhe me personat me mesazhe gjatë gjithë këtyre 6 javëve. Pra është një trajnim gjysmë në grup, gjysmë privat, sepse keni kontakt edhe me mua dhe me Marvinin çdo ditë për të orientuar dhe edhe personalisht. Prandaj kemi kufizuar dhe numrin, kështu që nëse doni të merrni pjesë, kontaktoni stafin dhe ju mirpresim. Në 11 qershor nisim. Ju dua shumë. Bashkë do shqemi sërish live, do ju tregoj për datat dhe do dëgjoni. Ju dua shumë. Jam krenare me ju. Nata.